Galeria Oda në Shkodër u kthye në një hapësirë dialogu mes artit bashkëkohor dhe publikut në një aktivitet ku e ftuar ishte artistja vizuale nga Kosova Majlinda Kelmendi. Përmes veprës së saj të ndërtuar mbi një proces hulumtimi artistik të zhvilluar në Shkodër, artistja solli një reflektim mbi lidhjen mes kujtesës, hapësirës dhe identitetit. Ka qenë një studim i historisë, unë kam takuar njerëz, kam shëtitur në për hapësirat e Shkodrës, pikat e juja të bukura të vendit, që janë edhe historike, duke nis nga Kalaja e pastaj edhe hapësira tjera. Dhe në bazë të historisë dhe të emocionit që mua më ka lënë Shkodra dhe herën e parë, edhe këtë herë kam dashur të realizoj një vepër artistike, ku do të shpreja pikërisht emocionin tim, duke i dhënë kuptim kësaj Shkodre me historinë dhe me të gjithë bukuritë që i ka. Mikpritësi i aktivitetit, Roza Fashpuza u ndal tek rëndësia e këtij projekti artistik, duke theksuar se puna e Majlinda Kelmendi ndërton një marrëdhënie të veçantë me qytetin dhe historitë që ai mbart. Këtë herë artistja Majlinda Kelmendi vjen nga Prishtina, edhe ajo ka bujt, si thosh, në Galerinë Oda. Galeria Oda është bërë një shtëpi krijimit për te. Ajo ka kalu disa ditë në Shkodër, ka pa vendet më piktoreske të qytetit, ka taku njerëz, ka ecë nëpër rrugica, ka ardhur në Universitetin e Shkodrës, ka shku në Kala, ka shku te Marubi. Domethënë Shkodra me tan bukuritë, magjitë, misterin e saj e ka intrigu këtë artiste që ajo me kriju diçka. Në qendër të bisedës së hapur me të pranishmit ishin tema si kujtesa kolektive, transformimi i hapësirës urbane dhe roli i artit bashkëkohor në interpretimin e realiteteve sociale. Aktiviteti në Galerinë Oda mblolli artistë, studiues dhe dashamirës të artit, duke krijuar një hapësirë diskutimi dhe reflektimi mbi fuqinë e artit për të ndërtuar ura komunikimi me komunitetin.